Quhem Miranda Durra, vi nga qyteti Durrësit. Këtu ndodhem fal një eksperiencë që kam marrë tek Muza Competition. Isha fituese e çmimit të parë dhe ndihem shumë e fat që jam dhe ndodhem këtu në Fashion Week Milano. Atëherë, pasioni im për stilim ka lindur sepse mamaja ime gjatë kohës që ishte shtatzah me mua, ajo vazhdoi të qepte dhe ishte si një trashëgimi për mua që unë të vazhdoja. Kjo dëshirë ka lindur që kur unë isha fëmijë, ndërtoja fustane me gazete dhe gjatë gjithë kohës e kam praktikuar deri sot që kam marrë pjesë në Fashion Week në Milano. Koleksioni im i quajtur 1001 fije është i frymëzuar nga Xhubleta në UNESCO. Ai është frymëzuar pikërisht nga Gajtani Xhubletës, që është i përbërë nga 8 fije, që janë të dyfishta që dalin të 16 fije. Aty lindi ideja që unë të ta titulloja 1001 fije, që është i përbërë nga shumë fije brenda saj. Diçka tjetër që e kam realizuar tek koleksioni janë simbolet, që është një gjuhë në vete. Atëherë, këshillën që dua të jap të rive është që dua të them që tradicionalja jeton dhe sot. Veshje tradicionale jetojnë dhe sot. Nga eksperience personale, mendoj që të rinjt duhen të marrin pjesë tek Muza Competition për të frymëzuar nga tradicionalja dhe mendoj që tradicionalja jeton akoma dhe sot.